Atëherë fillojmë procesin e votimit, hapet votimi për prezencën. Mbyllet votimi për prezencën. 88 deputet prezent. Fillojmë me votimin e akteve. Projekt ligji për ratifikimin e protokollit shtesë 7 për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të marrëveshjes për amendimin dhe adherimin në marrëveshjen e tregtisë së lirë të Europës Qendrore, ratifikuar me ligjin numër 9696 datë 31/3/2007. Ky akt kërkon shumicë absolute votash për miratim. Votimi është i hapur. Procedura e votimit 2 votime me elektronik. Hapet votimi në parim me elektronik. Mbyllet votimi. 88 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Miratohet projekt ligji në parim. Kalojmë në votimin nen për nen me karton, sipas variantit të propozuesit. Neni 1 pro, kundër, abstenim. Miratohet. Neni 2 pro, kundër, abstenim. Miratohet. Neni 3 pro, kundër, abstenim. Miratohet. Kalojmë në votimin në tërësi. Hapet votimi në tërësi me elektronik. Mbyllet votimi. 87 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Miratohet edhe në tërësi projekt ligji. Kalojmë të pika e 2 të renditës, projekt ligji për ratifikim në marrëveshjes financimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Casa Depoziti e Prestiti, SPA, për mirësimi i rrjetit të transmetimit të energjisë elektrike në veri të Shqipërisë pas tërmetit të vitit 2019. Ky akt kërkon shumicë absolute votash për miratim. Votimi është i hapur. Procedura e votimit 2 votime me elektronik. Hapet votimi në parim me elektronik. Votoni, ju lutem. Mbyllet votimi. 74 vota pro, 0 abstenim, 11 kundër. Miratohet projekt ligji në parim. Kalojmë në votimin nen për nen me karton, sipas variantit të propozuesit. Neni 1 pro, kundër, abstenim. Miratohet. Neni 2 pro, kundër, abstenim. Miratohet. Kalojmë në votimin në tërësi. Hapet votimin në tërësi me elektronik. Mbyllet votimi. 74 vota pro, 0 abstenim, 10 kundër. Miratohet në tërësi projekt ligji. Pika e 3, projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë mbi bashkëpunimin teknik 2024, projektin Green Vjosa i Gjelbër, zhvillim rajonal i Gjelbër dhe gjithë përfshirës në zonën e ujëmbledhësit të parkut kombëtar të Vjosës. Ky akt kërkon shumicë absolute votash për miratim. Votimi është i hapur. Procedura e votimit 2 votime me elektronik. Hapet votimi në parim me elektronik. Mbyllet votimi.
88 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Ky projektligj miratohet në parim. Kalojmë në votimin nën për nën me karton sipas variantit propozuesit. Neni 1 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 2 pro, kundër, abstenim, miratohet. Kalojmë në votimin në tërësi, hapet votimin në tërësi me elektronik. Votoni, ju lutem. Mbyllet votimi. 88 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Miratohet në tërësi projektligji. Pika 4, projektligji për adherimin e Republikës Shqipërisë në marrëveshjen për zbatimin e dispozitave të Konventit të Kombeve të Bashkuara për të drejtën e detit të 8 dhjetorit 1982 që lidhet me ruajtjen dhe menaxhimin e burimeve peshkore ndërkufitare dhe të burimeve shumë migruese. Ky akt kërkon shumicë absolute votash për miratim, votimi është i hapur. Procedura e votimit, 2 votime me elektronik, hapet votimi në parim me elektronik. Mbyllet votimi. 88 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Miratohet projektligji në parim. Kalojmë në votimin nën për nën me karton sipas variantit propozuesit. Neni 1 pro, kundër, abstenim. Miratohet. Neni 2 pro, kundër, abstenim. Miratohet. Kalojmë në votimin në tërësi. Hapet votimin në tërësi me elektronik. Mbyllet votimi. 88 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Miratohet në tërësi projektligji. Projekt vendimi për zgjedhjen e kryetarit Komisionit të Autoritetit të Konkurrencës, Zoti Denar Biba propozohet kryetari Komisionit të Autoritetit të Konkurrencës. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash. Procedura e votimit, 1 votim elektronik, votimi është i fshehtë. Hapet votimi me elektronik. Mbyllet votimi. 73 vota pro, 1 abstenim, 13 kundër. Projekt vendimi miratohet. Zoti Denar Biba zgjidhet kryetari i Komisionit të Autoritetit të Konkurrencës. Këtu mbyllet procesi i votimit. Vazhdojmë me pikën tjetër, diskutime për çështje jashtë rendit ditës. Janë regjistruar 5 deputet, zoti Klevis Balliu e ka fjalën. 5 minuta. Më pas zoti Ardit Bido. Përshëndetje të nderuar qytetar. Siç e shikoni, sapo erdhën çështjet jashtë rendit ditës, menjëherë qeveria mazhoranca po largohet, mi kanë lënë 3 kameramanët e mi të preferuar këtu, ndërkohë gjithë mazhoranca iku, përfshi edhe kabineti, përveç ministres së parlamentit. I gjithë kabineti drejtim pa ditur, pavarësisht se ne do flasim për çështje që mund t'i zgjidhë kabineti, nuk mund t'i zgjidhin të tjerët. Keni alergji nga hallet e qytetarëve, të kishim pas në një pikë diskutimi për Lubin, kishit qenë rrjesh këtu që të gjithë. Tani, problemi që dua të ngri sot është në njësinë administrative Zallbastar. Qytetarët e kësaj zone mos sjellin këtë ankesë. Rruga e cila është në fshatin Vilës, një rrugë e cila është komplet e sakatuar, një rrugë komplet e masakruar, e pakalueshme, po e premtuar për vite të tëra, vetëm për 6 kilometra rrugë, kjo qeveri nuk ndërmerr asnjë hap.
njësia administrative Zall Bastar, rruga 6 kilometra e fshatit Vilës, që të qonë deri në mal Vilës, edhe mënër. Tani, si ka mundësi që premtohet prej 10 vjetësh kjo rrugë dhe nuk është bërë? Si ka mundësi që prej 10 vitesh e premtoni këtë rrugë dhe nuk e bëni? Këtu në të foltore, një ish kolegu juaj deputet, sot e keni futur në përministrira, ka premtuar disa herë që do ta bëj këtë rrugë. Më thonë qytetarët e kësaj zone. Unë e mirë kuptoj se ju nuk keni më kohë të merreni me këto shqetësime, me problemet e qytetarëve, sepse do duhet merreni me gjëra pak më të rëndësishme, siç është inceneratori, siç janë kullat. Nuk keni kohë ju më për të marrë me qytetarët. Tani do duhet, nuk keni më kohë të merreni me qytetarët, do duhet merreni me kullat, do duhet merreni me inceneratorët, do duhet merreni me akshin, do duhet merreni me hallet e Lubis, dhe jo me hallet e qytetarëve të cilët supozohet që ju të përfaqësoni këtu. Po këtu ju nuk përfaqësoni as qytetar, as qarqe, po përfaqësoni kartele. Ndaj sot duat edhe një herë të bëj një thirrje. Të nderuar qytetar, ja ku e keni provën. Vjen çështja e rendit ditës, hikën mazhoranca, hikën dhe kabineti, ja dhe ministra është po na lem duket, apo do rrish edhe pak. Do rrish edhe pak, duroj edhe pak. Hikën gjithë kabineti, sepse nuk kanë plan të merren me ju. Prandaj ju kërkoj që si shoqëri të merremi me këta. Dhe ka vetëm një formë, me qeveri që nuk jep llogari, me qeveri që nuk ndjek problemet dhe shqetësimet e qytetarëve, ka vetëm një formë për të marrë dhe për të përballur. Dhe ajo është protesta. Dhe sa do ta sulmojnë protestën, ka vetëm një mënyrë në botën demokratike perëndimore për dalluar demokracinë nga diktatura. Dhe ajo është protesta. Vlera e vetme, institucioni i vetëm i pakapur, institucioni i vetëm i pakapur dhe i papërlyer është institucioni i protestës. Nesër në orën 19:00 të gjithë në protestë. Përfshi dhe kameramanin tim preferuar. Faleminderit. Zoti Ardit Bido nuk dohet në sallë, zoti Kliti Hoti nuk dohet në sallë, zonja Etleva Budini